جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الحمد لله رب العالمين ويشرق السلم أنوارا وأنوارا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. Lavdi qoftë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili na ka hjeshu dhe stolis me fjalën La ilaha illallah dhe na ka vllazëru me këtë fjalë dhe për këtë fjalë ka krijuar gjithësinë, që do më thanë nuk adhurohet me merit kush tjetër pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj lavdi i qoftë në fillim dhe mbarim subhanahu wa ta'ala. E ka mbrojtur këtë din, këtë fe me njerëz, nga se për ta është i dërguar ky din, kjo fe. E në Kur'anin famlart ka urdhëruar dhe thanë: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kemi shpallur këtë fe, këtë din, për të mirën e njerëzimit, edhe na do të mbrojmë. O vëllezërit e mi, prandaj duhet të ju përgëzoj sot në hutbën e parë pas pushimit që isha, që ju kam munguar 25 ditë. Po besoj që i një knaq edhe me zëvendësin. Hoxha Hysejnin të përmendi pra prej në hutbe, i cili është i diplomuar në Medinë. Allahu Gjelle Gjelalu na mundsoft të gjithëve që të punojmë këtë drejtim, këtë din dhe predikim të fjalës La ilaha illallah. O vllazën musliman, për këto ditë që isha pak në jashtë, në diaspora, po në disa vendet e Evropës, e që duhet të ju gëzoj se vllazërit tanë në jashtë vendit që janë në diaspor nuk janë tash sikur që kanë qenë më para. Tash ka një hajër të madh, nga se kanë hapur xhamia në të gjitha vendet e Evropës. Elhamdulillah, këta po e tham jo për diçka tjetër, po e tham për arsye se fjala e Allahut duhet të shkojë në vendin e vet. O ya'ba Allahu illa an yutimma ni'ma. Allahu ka me plotësua këtë fjalë që populli kudo që të jetojnë me arsye, ta shohin të vërtetën. Mos të kenë arsye ditën e gjykimit se kemi ditë. Mos të kenë gjuhë të arsyes, ja Rabbi, nas kemi nije, jo kanë nije, elhamdulillah. Falem namazin e Bajramit, për atë kurban Bajramit, afër në një vend të quajtur qytet, po afër atij qytetit Trento në Itali, me afër 1500 xhamat në sallën sportive. E që 2 xhami u qelen, njëna ka qel më herët, njëna u qel mas Bajramit, shqiptarët këto kanë qel, edhe tash po bëjnë planin me qel tretën, një xhami të madhe me mbi 500 kvadrat. E sot në Itali gjenden 760 xhamia. Kjo duhet të thamë juve, nën këtë drejtim duhet me ecë, me punue, me angazhue, me kontribue, materialisht, moralisht, fizikisht, për krahje morale, në çdo pikpamje, se dini Allahut është ky, sikur që ju kemi thënë çdo herë,
nuk e kem nreq na. Allahu e ka qua prej mbi 7 qiell këtë mesazh mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Është përkthyer Kurani në gjuhë të gjithë popujve të Evropës. Janë përkthyer libra e literaturë, ndoshta më shumë se na që kemi në gjuhën tonë në vend këtu. Pastaj në Gjermania, çka të folish nuk është e tepërt. S'ka qytet që nuk ka 5-6 xhamia, 7-8 xhamia. Prej vllazërive tanë, edhe shqiptarët, edhe turqit, edhe arabët, edhe vendorët. E vetëm prej vendorëve më erdhi shumë mirë që në kryeqytetin e Zvicrës është bën qendra islamike e muslimanëve vendor, zvicran, që ka mbi 20.000 musliman të vendit, që janë gjerman. E hoxha i tyne i diplomuar, me cilin najta edhe hangrem një dark bashk, Banç emnin, tash e ka Abdullah, e i diplomuam shëriatin në Jemen, 6 vjetë. Mashallah, po thëmë subhaneke ja Rab, e ke udhëzua një njeri që ka qenë nga baba dhe nëna krishter. Babën edhe nënën krishter dyti ka, edhe sot. Allahu e ka udhëzu, është martua me një motër tonë muslimane shqiptarën nga Kosova. Me mbules, vetë mashallah di hoq i mrekullushëm, i diplomuam një men. A i nuk e di tani që po foli unë për ta. Mirë po kem bo edhe një vlla, e që më njëherë, masi është këthyë në Bern, kanë formuar qendrën e parë islamike, mashallah, far djali e qëfar muslimani 30 vjeqar, plus i diplomuam në drejtësin, fakultetin juridik në Zvicër. Këtë din ka me ecë. Ti shka jetë o bon për këtë din, o musliman? Ti shka po bësht për këtë fejnë a Allahut subhanahu wa ta'ala, që na përshkojmë drejt vdekjes, kem dalë nga barkat e nënës, përshkojmë në barkën e dheut. A përshëndeshjet çfarë po ndodhin, as po habiten ja, në autostradën e re, me një rendi u bon për hajrë me ndeshje, me në komunikacion, as përshifni çfarë po ndodh me jetën e dunjas. Kne kemi dalë, kne përshkojmë, gjithë përshkojmë drejt vdekjes, shka po qojmë me veti. Mashallah. Pastaj, më dhe rasti dali edhe në Francë. Mashallahu ta'ala, fala namazin e drekës, dhe i qinin me një xhami, kishte mbi 300-400 xhamat. Tham, ja Rab, ja Allah, e por në Francë s'kemi që ka me folë, sa ati është me mia xhamia. Subhaneke ja Rab, subhanallah. Prandaj o vllaznit e mi, duhet ju jap gëzim dhe moral juve. Të gjithë punonin din të Allahut, të edukoni familjet e juja, të shikoni familjet e vlat të juj që ka kanë ba, të shikoni a kanë hec ka rruga Zotit, a kanë falë namaz, mëseja vetëm ti në namaz këtu, e vladin të shpia nuk e din qëfar kuan, e familja, e qëfar kontrol, e të ka, shka ka. Këtë dini Allahut, Allahu po donë këtë din me e forcua me neve, insha Allahu ta'ala. E pastaj, qka të tregoj në Zvicër, për fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala, me disa tribuna që kemi pas, mbi 10 tribuna për 25 dit, mashallah, me 200 e 300 e më tepër xhamat, kanë blej xhamiat me 1,5 milion me 2 milion franga, do më thonë me 1,5 milion euro, i kanë blej, e janë heshu, e janë afru, e janë zbut, e janë vllaznu, e janë shoqëru, e qajën kafën e kanë aty e langjet në xhami, e kanë librarin aty, e gjuman shtunën dhe dilën vinë, e afrohen në mëzveti. Muslimant duhen të afrohen muslimant në mëzveti. Allahu në Kur'anin famlart ka thënë, wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë të afërm të njëri tjetrit. Të afërm. Çka bëjnë? Ya'muruna bil ma'ruf, e urdhrojnë njëri tjetrin ka rruga e drejtë, o yanhauna 'anil munkar, edhe ndalojnë prej rrugës keqe. E prej rezultateve, elhamdulillah, Allahu që na ka sprovuar këtë drejtim, që duhet të ju gëzoj të gjithëve,
Alhamdulillah, kam shkua unë, e kam luftua shumë duhanin që shedini ju. Alhamdulillah, shumë vete kanë lanë duhanin, e kanë dërzua duhan pacetat. Ato jo ku marë, dikuja ku marë me veti, deri këtu, atë kutin e bukur, kuti e bukur e metalit, Marlboro, jo shaka, e kaubojve të Kalifornis. Qka me konë? E kalon për Allahun subhanahu wa ta'ala, mës të hargjoje për arsye se 8 franga një pacet 6 euro e sa. O vllaznit e mi, edhe ju këtu që jini kushini ka duhani, mërë në moment 365 dit, ka 2 ore i hargjosh në dit, ndërshta edhe ka 3 ma tepër, ato bëjnë 700-800-1000 euro në vjetë. O Allah i madh, Allah i udhëzo këtë popull, ja Rabbi, në largot këqijat tona. Mandej, po donë Allahu subhanahu wa ta'ala këtë din me e forcua me musliman dhe muslimane. Alhamdulillah, që duhet të falenderoj edhe pse nuk e din ajo motër. As une nuk e di kush ka qenë as kush është sot. Në një prej tribunave ishte fjala në një pyetje aktivitetet dhe zhvillimet në vendlindje, se cili në diaspor ka qef të ashe vendin e vetë të mirë, e të fort. E ka una fetare normal na të regojmë. Une nuk shkoj të regoj autobanët, shka po marrën Kosova autostradën. Unë të regoj autobanin e dinit islam, që shpo e bojmë. Thash po marrëm një gjami këtu në Morin, jemi në përfundim e sipër, të ura e parë. Një tjetër në Has, në komunën Golaj, edhe ato pikën para një jave e kemi qitë, do më thonë para 2 dite isha e pash. Mashallah, një tjetër manaton, ku ka punua magazin, në kohën e Enverit, në kohën e sistemit komunist. E tash po ecim për para, u qua një motër prapa perdës që ishte lirën peshe me lule me dhe zingjir. Mashallah, këto e duhe tha me shtin në gjami unë atje. Imani qka i ban njerjut, e ndryshon imani, subhaneke ja Rab. Allahi në ndryshoft zemrat tona me iman, ja Rabbi. Allahi në imush zemrat tona me iman. Këtë tribun u transmitua drejt për drejt në internet. Pas pak kohë nuk zgjati shumë një vlla nga Hamburgi i Gjermanisë, mu lajmërua, tha një gjami e jamja është prej në temel deri në hapjen solemne. Mashallah, thash, Allahi të ndëroft. Allahi të plotësoft këtë dëshirë në dënja e të maroft një shtëpi në xhenet. Ku jemi muslimant? Nuk jemi që nuk kemi, por Allahu inshallah na i bën duart e lira. Në haram nuk e hargjojmë as një cent, në haram as një paqet cigare, vetëm në halal e kursejmë qka duhet hargjojmë, qka nuk duhet nuk hargjojmë. Nuk zgjati pak më shumë, nuk zgjati as 2 dit, po më thret për Bajram një vlla prej Ohrit. A mundesh më ardh me pi një kafe të kne? Thash me plot dëshirë. Larg ishim me 100 kilometër ishim, nuk ishim pak me pi një kafe, a ka llogari 100 kilometra një kafe 200. Thash, po si, shkuam për Bajram, tha atje ku s'kish uj a i fshati, unë du mjau pru ujin ati fshatit. Thash, u vlla jemre, që mos harro sa është çmimi lartë, dhe më thonë, ka puna, nuk kam 500.000. Tha, unë nuk po të pyti sa kushton, tha uji për atë fshat që do t'a pinë atë uj është i imi. Thash, ja Rab, Allahu Gjelle Gjelaluhu po donë më na, forcua me këtë din, Allahu na bonft vlazën si na ka hije, insha Allahu ta'ala. O vlaznit e mi, nuk ka zgjat as një javë ma te për tjetër, u quan edhe 2 vlazën tjerë, edhe ata nuk i njo ka hit janë, dhe të vinë verës gërbëtgji, edhe na e duam, tha një gjami prej temelit për shpirt babës tonë. Masha Allahu ta'ala. Allahu e forcoft këtë din me neve dhe me juve. Allahu e forcoft e në vlaznoft në fjallën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allahu në forcoft, ja Rabbi. O vlaznit e mi, duhet ju thamë të gjithve me këto gëzime që ju kalzova une, prej 2-3 javëve që isha jashtë vendit. Wallahi o vlazen, ky din ka me keni fort, për arsye se me këtë din adhërohet Allahu, nuk i bëhet shirk Allahut, nuk i nënshkruhet, a nuk i përshkruhet Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim shoq. Prandej ky din ka me qeni fort. E ju o djemë të ri, e ju ku jeni, e familjet ku i keni, e prindët ku i keni, e gratë ku i keni, e motrat ku i keni, e vajzat ju matë vjetret ku i keni, me Kur'anin famlart, e me sunnetin e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam.
ku po e shihni vetë sa po luftohet, edhe namazi po luftohet. Vallahi namazin po e lufton dikush. Na tregojnë x raste, mbulesen po e shihni vetë sa po luftohet. Po megjithatë, ky din po forcohet bi idhnillahi taala. A nuk erdhi mirë mbram, natën që kaloi, edhe pse ishte mbramje paksa me fesad, nuk ishte e pa fesad, se këtë këngët, muzika ishte aty. Po e pat na ndihmojnë fëmijët tanë, programi 2 orë që zgjati ndoshta u mblodhen në RTK ishte drejt për drejt 400.000 euro për fëmijët e vendit tonë. Kjo do më thonë se ky popull ka bujarin në dorë, ky popull dorën e djaste ka mbi këtë majtën, ky popull është popull dhurus. Mirë po Allahu Gjelle Gjelaluhu në dhashtë edhe njerëz besnik të cilën groshin, centin e këtij popullit e ruajnë e çojnë të vendi ku duhet. O vllazërit e mi, kërkojmë prej juve, jo vetëm ndihmë materiale, se ndoshta jemi botë të tepërt, po kur nuk ka tepër. Por kërkojmë prej juve ndihmë morale dhe fizike, edukative, që familjet tona të ngriten me namaz, të ngriten me koncentrim më të madh të dinit islam, të kenë ambicje dhe të jenë kurështar për fjalën la ilaha illallah, ma shumë se që kemi qenë deri me tani. Nevojat janë shumë të mëdha. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu të na forcoj me din dhe me iman. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu të i rikthehemi edhe njëherë fjalës la ilaha illallah tër familjet tona, me namaz, e me agjerim, e me respekt babës e nonës, e me respekt më të madhit, e me edukim të vladit, edhe me nderim dhe përgdhelje më të voglit, e vllaznillëk të kemi, se vllaznillëk jo bën copa në mesin e umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vllaznit e mi, në këtë drejtim, kretë mundohuni me punua, më stoni dikush, jo tha hoxha, s'ka çka tha hoxha, ti çka je të thonë për familjen tënde. Ato çka dish thuje për familjen tënde. Çka nuk dish jam na pyet neve na çka mundim me di, çato ta japim, e nuk ka nevojë veç tha hoxha, po duhet më u kyç e inshallah Allahu Gjelle Gjelalu na udhëzon. Një lajm të shkurtër të fundit edhe nga Zvicra që t'ju tham, vetëm me një organizat në Haxhillëk si vjet shkuan prej Curihit 280 haxhi prej gurbetxhive tanë. Edhe me një tjetër diku afër 200, do më thonë atje afër 500 në diaspor. Kurse vendi janë si vjet ka shkuar në Haxhillëk 860 vet, e që na presim viteve të ardhshme, jo 800, po 1600 e 2600, që kretë shkojmë të vendi ku Allahu është razi me ta, inshallahu taala, e të i kthehemi trojeve tona të pa gjunahe, të pa mëkate, të pa gabime, e që të ecim më përpara, inshallahu taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Thoni astaghfirullah o vllaznit e mi. Çka s'keni bën prej të mirave mundohemi të i bajmë. Çka kemi bën prej të këqijave Allahu Gjelle Gjelalu na i fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para një muji e patëm ditën e Arafatit. Inshallah kanë agjerua ata që kanë ditë hakun e kësaj dite. Edhe inshallah haxhive ju ka bon Allahu Gjelle Gjelaluhu haxhin kabul. Hiq ma vonë jo, me datën 9, haxhi ka qenë me datën 9, dhe Dhul-Hijjës, ditë Arafatit. Tash me 9, pra mas nesër, se na jemi tash në mujin e Allahut, mujin Muharram. Mujit Muharram i thënë muji i Allahut subhanahu wa taala, për nderin dhe respektin që kanë ditët që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala dhe mujet që i kanë nda. Prandaj një muj më vonë kemi një agjerim tjetër, të cilin mbas të argumenteve profetike, pra mbas të haditheve të pejgamberit, për ja u lexoj para juve. An Abi Hurajra radhiyallahu anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithin që transmeton Imam Ahmedi, Muslimi dhe Abu Davudi prej Ebu Hurajrës, thot e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ayu salati afdal ba'da al-maktuba? Cili namaz është më i mirë
përveç farzeve. Se namazi më i mirë janë farzet. Sabat, drek, i qinia, akşam e yatsi. Përveç farzeve, cili namaz më i mirë ja Resulullah? Pejgamberi tha as-salatu fi jawfil lejl, namazi në mesnat. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a, në mesnat namazin. Allah i na boft rizq dhe një herë bile me i fal 2 rekat namaz mesnat e mas mesnate e me ju lut Allahu subhanahu wa ta'ala khairin e dunjas dhe ahiretit. Sepse namazin e mesnat, kur kret jenë në gjumë, kur kret kanë kaluar në një pjesë të natës në ahiret, se gjumi është gjysëm vdekje, ti mu që me marë një abdes, e me i falë 2 rekat, e me bolutja Allahot ja Rab. Për veti, për babë, nën, familje dhe me bo dua, për neve, për kret umetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, sikur që ka bo dua Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dua ka bon pejgamberi për neve. Aisha radiallahu anha, gruja vetë, që ka qenë gruja ma e re e Resulullahit, alayhi salatu wassalam, nona nderit, nona jon, Aisha radiallahu anha, i thot Resulullahit një rast, një natë, ja Resulullah, o burjem, bën dua ti për mu. Bën ti dua për mu, duaja Resulullahit për gruan. Edhe bën dua pejgamberi, Allahumma gfir li Aisha, ma të kaddemet o ma të akheret. Aisha u knaq shumë që bani dua pejgamberi për ta dhe tha, ja Allah, falja gabimet Aishes, të parat dhe të mbramat, të kalumet dhe të tashmet dhe të arshmet, falja gabimet. Aisha prej gëzimit që bani dua burri për ta, u knaq shumë dhe u qesh shumë. Atë shumë u knaq Aisha sa që duke qeshur, i ra në prehen burrit vetë, në prehen i ra duke qeshur. Që u knaq, tha Aisha, a shumë të pëlqej duaja ime? Po si mos më pëlqej e tha duaja jote, se duaja Resulullahit është e pa këthyshme prap, e pranushme të Allahu. Tha, oj Aisha, urdhna, tha ja Resulullah, unë këtë dua e bojnë edhe për umetin tem, deri ditën e kiametit. Allah i na ka ploft me duan e pejgamberit tonë, alayhi salatu wassalam, që ka thonë falja gabimet, Allah i na i falt gabimet. Ja Resulullah, cili namaz tha është më i mirë, mas 5 vakteve, tha as-salatu fi jawfil lejl, namazin e mesnat. Qil, pastaj i thonë, thuma i siyami afdal ba'da Ramadan, po përveç Ramazanit, cili agjerim është më i mirë, tha shahrullah, muji i Allahut, të cilit ju i thoni muji i Allahut, mujit Muharram. Agjerim në këtë mujin Muharram. Çka ka në mujin Muharram? Çfarë agjerimi kemi? Transmeton Muawiya, an Muawiya ibn Abi Sufjan, thot Muawiya i biri Abu Sufjanit, thot qala sami'tu Rasulullah, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, inna hadha yawmu Ashura, kjo ditë është ditë e Ashurës, wa lam yuktab aleikum siyamu, nuk është obligim për juve, farz nuk është, wa ana saim, unë jam agjerushëm, faman sha'a sam, kush dëshiron le ta agjeroj, wa man sha'a falyuftir, kush nuk dëshiron le mos ta agjeroj, le të ha. Cila ditë është ajo vllaznit e mi? Ajo dita e 10 e muajit Muharram. Tash i bjerë këtë hane. E 10 e ditës, dita e Ashurës. Të njëjtën hadith e përcjell Imam Bukhari dhe Muslimi radiallahu anhum. Dhe hadithin e tretë thot, an Abi Musa al-Ash'ari thot, qal kana yawmu Ashura, dita e Ashurës tu'azzimuhu al-yahud. Jahudit e kanë fars vlerësu ditën e Ashurës. O të të khidhuhu iden, edhe kanë konsiderua ditë bajrami, por arsye se në këtë ditë Allahu e ka pështu Musën dhe Beni Israilt prej Firaunit në det. Ku është ndarë deti e ka dalë Firauni, Musa vërtet me ushtrinë e vetë e Firauni është fundosur në te. Fekale Resulullah, kur thët atëherë thët pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, për këtë ditë, sumuhu antum, agjerone ju, sahabëve ju thët. E kjo ditë është 3 ditë ka që janë të mira me i agjerua,
e tasua, e 9-ta ditë e muajit Muharram, el Ashura, këtu i thënë, ma shumë këtu të na e dinë e njofin këtë ditë tarikat gjitë. Dërvisht, Ashure i thënë edhe bëjnë hashure. Hashure, grund, blum. Ose i thënë, në disa vende kana i thënë, që shkek, gurin e blum, loj ambëlsire. Ja, kjo ditë nuk është për askën tjetër, as nuk mahet për askën tjetër, vetëm agjerohet në emrin të Allahut subhanahu wa taala, pasi që pejgamberi e ka agjeru, asgjë tjetër. Për asgjë tjetër. Prandaj ta keni parasysh. Ditët, këto 3 ditët janë. Tash në këtë muaj na kanë qelluar me këtë datën tonë, kalendarit diellor apo kalendarit botnor, mas nesër e diell e 9-ta është. E hon e 10-ta, Ashura, Ashara do me thonë e 10. Ashara fjala në fjala arabe. 1, 2, 3, 4, 5, Ashara i thëjtë 10-ës. Ashura e 10-ta. E 10-ta e ditës Muharremit, që ka pështu Zoti Gjelle Gjelaluhu Musën alayhi salatu wassalam me Bani Israil prej Faraonit, këtë ditë, kur ka ardhur pejgamberi në Medinë, i ka pa jahudit po e agjerojnë dhe kanë konsiderua fest që i ka pështu Zoti Musën dhe Bani Israil. E pejgamberi e ka agjerua dhe ka thonë, kush do në agjerone, kush do një mos agjeroni, e janë mirë me i agjeru këto 3 ditët. E para ditë është deregja e parë, shkalla e parë është për me agjerua ditën e 10, pra të honën që të vije. Kush do në ma shumë, dë dilën janë isë të 9-tës ditë, kush do në edhe ma shumë e agjeron edhe të martën, pra e dilë, e hanë dhe e martë. Allahu Gjelle Gjelalu na mundësoft që të ecim rrugën e Resulullahit ton, alayhi salatu wassalam, e ditën e gjykimit të mëritojmë shefatin e ti dhe të mëritojmë shërbimin e ti tek haudi burimi i ti, haudu Resulillah sallallahu alaihi wasallam në xhenet inshallah taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم ردنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا وسيئات أعمالنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب.